Se turqit janë temperament, paraguajanët janë shumë temperament dhe janë pa disiplinum. Menoj që përveç loja parë që u konë me Meksikën që ka pas 3 kartona të kuq, menoj që sonte potencialisht loja kartonave mundet me konë Turqia me Paraguajin. Potencialisht është një lojë që është... Kush mendon që fiton nga Turqia dhe Paraguaj? Menoj që ka me konë shumë ngusht, ose menoj që njëna, cilla ekip të merë karton të kuq, ka me hup lojën. Po, e përmende kresh fillim që ishim vetëm një ndeshje, po të ishim në këtë grupin D, në vend të Turqisë. A mendoni se do të kishim kapacitet për të kaluar grupin, si Kosovë? Po, patjetër, 100%. Patjetër. Për shembull, mas pari, SBA-ja s'kish mujt me na mujt. Sa të që është s'ka do let lunë. Ne kena pas një gjopë mirë në këto për eliminatore që kena lunë. Ajo u konë që na kena ditë mu këthy në lojë. Dhe më thonë, na kena lu ma mirë kur kena marrë gol, se sa kur s'kena marrë gol. Dhe më thonë, po flasë kur i kena marrë... Përgjësi fazën defensive kena lu shumë mirë. Po, exakt, kur i na konë na të udheq, na se kena hup lojën. Shumicën e lojëve që kena konë të udheq, nuk kena hup pik, nuk kena lëshu pik. Edhe definitivisht krejt disa kombëtarët që jenë pak ma inferiore edhe në kampionaton për Shapolim 5-4-1. Australia dhe më mës t'i përmeni, po të shumicën që pe i vrej që janë ma inferior, është sistemin që e ka lujtë Kosova lujke 5-3-2, në rast e 5-4-1, po konë ma elastik, por që sistemi 5-4-1 është një sistem që i ki krejt parametrat më mbrojt shumë mirë, je në gjdo pozicion, i mbi popullum, më nëshë më vendos, gjithmonë i ofër topit. Kongo lujti me Portugalin që është. Po, edhe në zunin kundërsojmë 3-4 veç. Nej se Kongo... Masi luja e por... Kongo ka lujt 5-4-1, Portugalia ka lujt 4-4-1.